ligjeve të fëmirisë. Përsëri unë sot po kthehem, nuk takoj njeri, zemra më thehet. Sa pak lule në livadhe, nuk takoj të bukrën sorkadhe, po ç'po ndodh me ty, ç'po ndodh, malsi e madhe. Kthehuni, thret tuzi, kraja e ulqini. Kthehuni, e mos bëlini. Ndetje miq, jemi me Bujar Islamaj nga Kuksi dhe Fatjon Sinani nga Libova. Sot nuk ndodhemi as në Kukës as në Libovë. Sot ndodhemi në bjeshkët e bukura të Kelmendit në Malsinë e Madhe. Dhe në anën tonë të djathtë është Selca, në anën tonë të majtë është Vermoshi dhe Kufiri me malin e zi. Ne nuk jemi si tjerët, ne nuk bëjmë reklama. Kjo këtu nuk shitet. Këtë e ka shitur dhe e ka bler vetëm Zoti dhe ne jemi duke e shijuar. Bujar, si të duket ky vend? Ky vend duket jashtëzakonisht i bukur, një vend spektakolar, i cili ku ta gjesh trish si thush i muj, me rrit për qef se me punun, do me thonë, ne kena pak vështirë. Ne nuk kemi nga ata që rrim një muaj se s'rim dot. S'rim dot. Do me thonë, kjo është një perl, tamam që ato filmat, i besush. Po, filmat skandinav. Identik që ato filmat. Do me thonë, Skandinavi në Kelmend. Po, është realisht është shumë e bukur. Ne nuk e prisnim të ishte kaq e bukur. Ju përshëndesim dhe ju urojmë fundjavë të mbarë dhe shifemi në aventura të tjera.